to the beat, y'all. The body rock, y'all. Put your legs back, y'all. Now stop, y'all. Krejti blej, krejti blej. Krejti blej zemër kompletoj Thuma vesh një po ve Apo shkoj unë krejti blej Ma i që Armani Ta blej një karmin Do sen që ti e din Unë ti blej krejt Dolce Gabbana Ta blej një kravat Do sen me tu përshtat Ta blej një telefon të vogël që punon Ta blej dhe një sen që shumë ty të pëlqen Jam prej Dukatit zemër Pranoj edhe që të sen Krejti blej Kur jem me mu je okej Shdo sen e ngej Lej krej, hajde knej Krejti blej Kur jem me mu je okej Shdo sen e ngej Lej krej, hajde knej Zemër hej, ngo knej Kur jem me mu je shumë okej Krejt unë i bëj për ty, krejt unë t'i blej Veç me e dit që për ty unë lej T'i blej një papatika, një fusta me pika Jem ma e mirë zemër hajt se i ka Je shumë e but, zemër nuk ban mungut Pes po beson që ti po më tranon Unë tonë i boj, ti njon nuk po e bon Zemëra po ngon, krejt t'i blej Unë komplet, ty t'kompletoj Thujmë veç po, apo vjen në po shkoj Krejt t'i blej loq, po se m'thuj jo Po pres vesh një po e mas ne i thuj shkoj Do sen që njën të unë e ki komplet Dëboj mu një naq, do sen është perfekt Hajt me mu për ty se krejt unë i boj Mos ta prishi për pak, lem t'vazhdoj Hajt të unë tash të ata anena Po të qyrin ty krejt, si me konë nuk të skena Krejt unë t'i blej Krejti blej Kur jem me mu je okej Shdo sen e ngej Lej krej, hajde knej Krejti blej Kur jem me mu je okej Shdo sen e ngej Lej krej, hajde knej Krejti blej Kur jem me mu je okej Shdo sen e ngej Lej krej, hajde knej Krejti blej Kur jem me mu je okej Shdo sen e ngej Lej krej, hajde knej Zamër hej, ngo knej Kur je me mu je shumë okej Krejt unë i bëj për ty, krejt unë t'i blej Veç me e di që për ty unë blej Zamër Krejti blej Kur jem me mu je okej Shdo sen e ngej Lej krej, hajde knej Ka ardhë ideja me bashkëpunu ju dë? Ajo i shniz, veterniku të poshtë për Prishtinë edhe rasisht të poshtë në studio të cimit, studio DJ të cimit, pa humor, me gjitha to, ideja ka qenë shumë e natyrshme, që në bashkëpunim me cimin që një kohë botash, dhe me thonë, erdhëm në përfundim që ta realizojmë këtë duet, ishte kërkesë e cimit dhe normalisht shumë pa hezitim e pranova atë kërkesë cimit dhe shpresova që ka me dalë mirë, shpresoj përsëri që ato që po them unë të ketë dalë mirë, atë si me në ti. Po ma merr menja edhe mua, në tash ti e din që unë jam optimist gjithmonë. Edhe optimizmi jonë gjithmonë i përbashkët me Hekin. Edhe na kemi punu të në kohën, po mënej, tërë natën deri mëngjes. Edhe kur nuk kemi thonë ato që për shembull nuk ka dalë diçka keqe prej studios tonë. Me projektin Krejti Blej, ne kemi bënë një, po mendoj, një imazh të ri, se i përket cimit edhe Hekit. Kështu që pritet. Këtu kemi edhe tekst shrusin Granit Gashën. Tekst shrusi, kështu që aty që kanë marrë pjesën me një fan, po besa po ka dhe Krejt ekipa. sonte aksidentalisht qëllum gjithë zbashku, këto është probleme në amledhë se po jemi në zonë me punë, kështu që apshe promovimet e kanë edhe kanë i të mirë. Vjen me arru dikujt punë që i ka bo, njëkohësisht ta kosh me njerëz se si ki pa një kohë, kështu që me kullim. Tekstin më rëmësh që ka shkru Graniti nga grupi Legenda, po kush e ka bo muzikën, klipin me kënë keni bashkë? Muzikën e ka bo DJ Cimi, tuto kompleto,
unë e kum knu refrenin, tekstin Granit Gashi, ndërkaq klipin e ka realizu King Production, regjisor, kamerman, i zoti shpis, vllai i madh, kryetari i mahallës, Dalmat Dobra, regjisor i ashëm. Veç dishta me vetë, ka erdhë ideja me luj teatrolin asaj kukullës aty me ato lëvizja, ka qenë vështirë me nejtë ashtu. Vazhdimisht e kum thonë që nuk është që i ditë gjitha scenat mi bo, po një regjisor në këtë rast, mënyra se si unë e bashkëpunoj është që kur e marr rolin, kam qef mi zbatu instruksionet e regjisorit. Në këtë rast, regjisori ka pas kërkesën e tij edhe nuk ja kum prish, jam munu me realizu edhe me bëj ata çka ka lypaj. Ndërkaq realizimi se si o bëj është përgjithësi e produksionit, deri këtu unë jam i kënaqur, shpresoj që të shkojë mirë projekti. Tjetër s'po di çka ziko. Po çfarë ke veç ideja është, apo kupton? Unë për shkakun kanë herë ndodh, kanë herë hek qëllon në shtëpi prej orës ka ora 4 mas mesnatës edhe mas çon mesazhin më thotë, "He, e kam ç't ide. Pritëm se po vi në studio." Edhe s'priton hiç. Njeri më punëtor, se Hekuran Krasniqin nuk dija ko në shqiptar. Shumë lavdë në sy për taktik unë tani. Jo, unë jam shumë i sinqert edhe shumë direkt. Diçka që është e vërtetë, kanë vrejtë edhe publiku edhe ne. Para mendon. Megjithatë, ndoshta dhe kjo pamja luku, e ke pa luku që po thonë këta. Luku im shihet që un kam bi 50 diçka orë bën pa gjum. Po megjithatë jam shumë i disponuar dhe normalisht pse jam i disponuar se para një 4-5 orë dolëm prej studios dhe realizum diçka të bukur që do të pritet shumë shpejt do del. Është një bashkëpunim mes me dhe DJ Jazz në Zvicër, realisht. Çka thash realisht është s'ka lidhje me çaj. Viva. Kështu që po. Mirë, me modesti. Është një këngë e fundit që e kemi përgatitur Cimi, DJ Jazz nga Zvica, një shqiptar zvicran dhe unë. Besoj që këtë muaj do të udhtojmë për Zvicër, do ta realizojmë atje një videoklip me të tretë, do të thotë Jazzin që kemi këtu të përshëndesim. Edhe muhabetet janë që ai klip punohet ekstra për të emituar në televizionin Viva. Kështu që wow, sukses pas suksesi. Veç një muj me thonë që atë spot 2 milion % si të kthejnë api Zvicrës, kam ja sjell televizioneve kosovare, e në këtë rast me shumë respekt Zikos do t'ja bëj me shumë kënaqësi spot. Faleminderit shumë, do t'jemi nderuar. Faleminderit për juve që jeni gjithmonë para neve. E po ata edhe një pyetje për Cimin, a ka qenë vështirë me lujtë rolin e bosit atë me atë thonin Creative Lay? Po shqo, unë pa e shqeqani. Unë gjithmonë e luj rolin e bosit dhe krem një jetë private, që heki e dim, bilet heki kanë... E bosa e lu rolin? Po jo, unë e një vetën si bos. Se heki gjithmonë më thirë nën toka. Ha, që shtot? Edhe ta shakotërshi, ma original. Që që nuk e kom pas vështirë me lujtë rolin e bosit, shumë letë është me lujtë rolin e bosit sot, po mas vështirë me lujtë rolin e kukullës që ka pas heki. Pajtona. Jo, unë përkthej pak. Do më thonë, shumë letë është sot me lujtë rolin e bosit. Do të pse se ka shumë bosa, kur ka pak bosa është vështirë. Bravo ti, më pëlqej kjo. Okej, ju falenderoj shumë që keni gjetë kohë edhe sukses në të ardhmen edhe me klipin e ri, për presim së shpejti pra. Kalofshit mirë veç t'i pëmon mikrofonin pak ma afër, na snimi garant. Rriteni atje. Ciao. Ciao, Zico, I love you.